Kapitulli i 8. Të menduarit në mënyrën e garantuar. Ktheu në kapitullin e 6 dhe dëgjoje përsëri tregimin e njeriut që e formoi imazhin mendor të shtëpisë së tij dhe do ta kesh një farë ideje për hapin fillestar drejt pasurimit. Duhet ta formosh një pikturë të qartë dhe të saktë të asaj që e do. Nuk mund ta transmetosh idenë pos nëse e ke vetë atë. Duhet ta kesh para se të mund ta japësh, dhe shumë njerëz dështojnë në të lënit përshtypje substancës menduese, sepse vetë e kanë vetëm një koncept të turbullt dhe të mjegull të gjërave që duan t'i bëjnë, t'i kenë apo të bëhen. Nuk mjafton të kesh dëshirë të përgjithshme për pasuri me të cilën bën mirë, gjithkush e ka atë dëshirë. Nuk mjafton që do të kesh dëshirë të udhëtosh, t'i shohësh gjëra, të jetosh më shumë me tjerë. Gjithkush i ka këto dëshira po ashtu. Po t'ja dërgoje një mesazh radiofonik një miku, nuk do t'ja dërgoje shkronjat e alfabetit në radhitjen e vet dhe ta lësh atë të ndërtojë mesazhin për vete. As nuk do t'i merrje fjalët rastësisht nga fjalori. Do ta dërgoje një fjali të kuptueshme, apo që do ta kishte një domethënie. Kur provon ti impresionosh kërkesat e tua në substancë, kujtoje se kjo duhet të bëhet nga një fjali me kuptim. Duhet ta dish se çka dëshiron dhe të jesh i saktë. Kur nuk mund të pasurohesh apo ta nisësh në veprim fuqinë krijuese, duke dërguar përgjërime të paformuara dhe dëshira të turbullta. Shko në për dëshirat e tua pikërisht si njeriu që e kam përshkruar të shkonte në për shtëpinë e vet. Shije pikërisht atë që e dëshiron dhe bëje një pikturë të qartë mendore të asaj, siç do të doje të duket kur ta marrësh. Atë pikturë të qartë mendore duhet ta kesh vazhdimisht në mendje, si detari që e ka në mendje portin drejt të cilit po e lundron anijen. Duhet ta mbash fytyrën ka ajo tërë kohën. Duhet mos e humbësh pamjen e saj, po aq sa timonieri i anijes e humb pamjen e busullës. Nuk është e nevojshme të bësh ushtrime në përqendrim apo të ndash kohë të veçantë për lutje dhe pohim, apo të shkosh në qetësi, apo të bësh marifete okulte të ndonjë lloji. Këto gjëra janë mjaft të mira, por krejt çka do të duhet është ta dish se çka dëshiron dhe ta duash kaq shumë sa që të rrijë në mendimet e tua. Kalo sa më shumë të mundesh nga koha jote e lirë në sjellje ndërmend të pikturës tënde, por askush nuk ka nevojë të bëj ushtrime ta përqendrojë mendjen e vet në një gjë që e dëshiron vërtet. Janë gjërat për të cilat nuk të intereson vërtet që kërkojnë përpjekje për ta fiksuar vëmendjen tënde në to. Dhe pos nëse do vërtet të pasurohesh, ashtu që dëshira të jetë mjaft e fortë t'i mbaj mendimet e tua të drejtuara ka qëllimi sikur poli magnetik që e mban gjilpërën e busullës, vështirë se do t'ja vlej për ty të provosh t'i zbatosh udhëzimet e dhëna në këtë libër. Metodat e parashtruara këtu janë për njerëzit dëshirat të cilëve për begati është mjaft e fortë për ta tejkaluar përtacin mendore dhe dashjen e lehtësisë dhe t'i bëj ata të punojnë. Pra, sa më të qartë dhe sa më të saktë që e bën pikturën tënde, dhe sa më shumë qëndron në të duke i zbuluar të gjitha detajet e saj të lezetshme, aq më e fortë do të jetë dëshira jote. Dhe sa më e fortë dëshira jote, aq më lehtë do të jetë ta mbash mendjen tënde të fiksuar në pikturën e asaj që do. Mirë po, është e nevojshme diçka më tepër se sa thjesht ta shohësh pikturën qartë. Nëse kjo është krejt çka bën, je vetëm ndërrues dhe do të kesh pak e hiq fuqi për përmbushje. Prapa vizionit tënd të qartë duhet të jetë qëllimi për ta realizuar atë, për ta sjellë atë në shprehje të prekshme. Dhe prapa këtij qëllimi duhet të jetë një besim i pathyeshëm dhe i palëkundur se ajo gjë është tashmë e jotja, se e ke në dorë dhe vetëm duhet ta marrësh posedimin e saj. Jeto në shtëpinë e re mendërisht derisa ajo ta marrë formën përreth teje fizikisht. Në mbretërinë mendore futu menjëherë në shijimin e plotë të gjërave që i do. Çfarëdo gjërash që i kërkon kur lutesh, beso dhe prano se do t'i kesh.
Shihi gjërat që i do sikur të ishin përreth teje tërë kohën, shihe veten duke i poseduar dhe përdorur ato. Përdori ato në imagjinat pikërisht si do t'i përdorësh kur të jenë posedimet e tua të prekshme. Qëndro në pikturën tënde mendore derisa të jetë e pastër dhe e qartë dhe pastaj merre qëndrimin mendor të pronësisë ndaj gjithçkaje në atë pikturë. Merre posedimin e saj në mendje, në besim të plot se vërtet është e jotja. Mbaju kësaj pronësie mendore, mos u lëkund për asnjë çast në besim se kjo është reale. Dhe kujtoje se çka u tha në kapitullin e kaluar për mirënjohjen, i po aq mirënjohës tërë kohën, ashtu si pre të jesh kur ajo të ketë marrë formë. Njeriu që mund t'i falenderohet Zotit sinqerisht për gjërat që i ka, ende vetëm në imagjinat, ka besim të vërtet. Ai do të pasurohet, ai do ta shkaktoj krijimin e gjithçkaje që do. Nuk ke nevojë të lutesh vazhdimisht për gjërat që i do. Nuk është e nevojshme ti tregosh Zotit për to çdo ditë. Mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët, ju tha Jezusi Isai, nxënësve të vet. Sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, para se ju t'ja kërkoni atij. Pjesa jote është ta formulosh në mënyrë inteligjente dëshirën tënde për gjërat që e ndihmojnë një jetë më të madhe dhe ta përputhësh këtë dëshirë në një tërësi koherente. Dhe pastaj ta impresionosh këtë dëshirë të plot në substancën e paformë, e cila e ka fuqinë dhe vullnetin të ta sjellë atë që ti e do. Ti nuk e bën këtë impresionim duke përsëritur vargje fjalësh. Ti e bën këtë duke mbajtur vizionin me qëllim të patundshëm për ta realizuar atë dhe me besim të vendosur se ti e realizon atë. Përgjigjja ndaj lutjes nuk është sipas besimit kur flet, por sipas besimit kur punon. Nuk mund ta impresionosh mendjen e Zotit duke e pasur një ditë të veçantë të lutjes të veçuar për t'i treguar atij se çka do ti dhe duke e harruar atë gjatë pjesës tjetër të javës. Nuk mund ta impresionosh atë duke ndarë orë të veçanta për të shkuar në dhomëzën tënde dhe të lutesh, nëse pastaj duke hequr nga mendja çështjen derisa të vijë ora e lutjes prap. Lutja gojore është mjaft e mirë dhe e ka efektin e vet, sidomos në ty, në qartësimin e vizionit tënd dhe forcimin e besimit tënd, por nuk janë kërkesat tua gojore ato që ta sjellin atë që e do ti. Për t'u pasuruar nuk të nevojitet ora e ëmbël e lutjes, duhet të lutesh pa pushim. Dhe me lutje dua të them ti mbahesh vendosmërisht vizionit tënd me qëllimin që ta shkaktosh krijimin e tij në formë të ngurtë dhe me besimin se do të bësh ashtu. Beso se i pranon. E tërë çështja kthehet në pranim, posa ta kesh formuar qartë vizionin tënd. Kur ta kesh formuar, është mirë ta bësh një deklaratë gojore duke ju drejtuar supremit në lutje, respekt të thellë dhe nga ai moment duhet në mendje ta pranosh atë që e kërkon. Jeto në shtëpinë e re, vishi rrobat e mira, vozite veturën, shko në udhëtim dhe planifikoj sigurt udhëtime edhe më të mëdha. Mendo dhe fol për të gjitha gjërat që i ke kërkuar në terma të pronësisë reale të tashme. Imagjinoje një ambient dhe një gjendje financiare saktësisht siç i do dhe jeto tërë kohën në atë ambient dhe gjendje financiare imagjinare. Mirë po, ki kujdes që mos e bësh këtë si ndërrues dhe ndërtues i thjesht i kështjellave, mbaju besimit se imagjinarja po realizohet dhe qëllimit për ta realizuar atë. Kujtoje se është besimi dhe qëllimi në përdorje të imagjinatës ajo që e bën dallimin ndërmjet shkencëtarit dhe ndërruesit. Dhe pasi ta kesh mësuar këtë fakt, është koha ta mësosh përdorimin e duhur të vullnetit. Kapitulli 9. Si të përdoret vullneti. Për t'ja nisur pasurimit në mënyrë shkencore, ti nuk provon t'ja aplikosh forcën tënde të vullnetit asgjëje jashtë vetes. Nuk e të drejtë ta bësh këtë gjithsesi. Është e gabuar të aplikosh vullnetin tënd ndaj burrave dhe grave të tjera që ti detyrosh ata të bëjnë atë që ti dëshiron të bëhet.
Është pa aq qartë as e gabueshme ti detyrosh njerëzit me forcë mendore siç është i detyrosh me forcë fizike. Nëse detyrimi i njerëzve me forcë fizike që t'i bëjnë gjërat për ty i redukton ata në robëri, detyrimi i tyre me mjete mendore e bën saktësisht të njëjtën gjë. Dallimi i vetëm është në metoda. Nëse marrja e gjërave nga njerëzit me forcë fizike është plaçshkitje, atëherë edhe marrja e gjërave me forcë mendore është plaçshkitje. Nuk ka dallim në princip. Nuk ke të drejtë ta përdorësh forcën tënde të vullnetit ndaj një personi tjetër, as për të mirën e tij, sepse ti nuk e di se çka është më e mira për të. Shkenca e pasurimit nuk të kërkon të aplikosh fuqinë apo forcën ndaj një personi tjetër në asnjë mënyrë çfarëdo qoftë ajo. Nuk është as nevoja më e vockël për ta bërë këtë. Në të vërtetë, çfarëdo tentimi për ta përdorur vullnetin tënd ndaj të tjerëve, vetë do të prirë ta rrezojë qëllimin tënd. Nuk ke nevojë ta përdorësh vullnetin tënd në gjëra për t'i detyruar ato të vinë tek ti. Kjo thjesht do t'ishte të provosh ta detyrosh Zotin dhe do t'ishte budallallaqe dhe padobishme si dhe mos respektuese. Nuk ke nevojë që ta detyrosh Zotin të t'i jap gjërat e mira. Jo më shumë se që ke nevojë ta përdorësh forcën tënde të vullnetit që ta bësh diellin të lindë. Nuk ke nevojë që ta përdorësh forcën tënde të vullnetit për ta mposhtur një hyjni jo miqësore apo që të sjellësh nën urdhrin tënd forca kokforta dhe rebele. Substanca të është miqësore dhe është më e dëshiruar të ta jap ty atë që e dëshiron ti, sesa që je i dëshiruar për ta marrë ti atë. Për t'u pasuruar nevojitë ta përdorësh forcën tënde të vullnetit vetëm ndaj vetes. Kur e di se çka të mendosh dhe të bësh, duhet ta përdorësh vullnetin tënd për ta shtrënguar veten që të mendosh dhe t'i bësh gjërat e duhura. Kjo është përdorja legjitime e vullnetit në marrjen e asaj që do ta përdorësh atë për ta mbajtur veten në drejtimin e duhur. Përdore vullnetin tënd për ta mbajtur veten duke menduar dhe vepruar në mënyrën e garantuar. Mos provo ta projektosh vullnetin tënd apo mendimet e tua apo mendjen tënde jashtë në hapësirë për të vepruar mbi gjëra apo njerëz. Mbaje mendjen tënde në shtëpi. Ajo mund të përmbush më shumë atje se sa kudo tjetër. Përdore mendjen tënde për ta formuar një imazh mendor të asaj që e do dhe për ta mbajtur atë vizion me besim dhe qëllim. Dhe përdore vullnetin tënd për ta mbajtur mendjen tënde duke punuar në rrugën e duhur. Sa më i qëndrueshëm dhe më i vazhdueshëm besimi dhe qëllimi yt, aq më shpejt do të pasurohesh, sepse do të bësh vetëm përshtypje pozitive në substancë dhe nuk do t'i neutralizosh apo zhvendosësh ato nga përshtypjet negative. Piktura e dëshirave të tua e mbajtur me besim dhe qëllim merret nga e pa forma dhe ajo e përshkon atë në distancë të madhe përgjatë universit për aq sa di unë. Ndërsa kjo përshtypje shpërndahet, të gjitha gjërat vijnë në lëvizje drejt realizimit të saj, secila gjë e gjallë, secila gjë e pajetë dhe gjërat ende të pakrijuara drejtohen ka sjellja në qenie e asaj që e do ti. Tërë forcat nisen me vrull në atë drejtim. Të gjitha gjërat nisin të lëvizin ka ti. Mendjet e njerëzve, kudo qofshin, ndikohen ndaj bërjes së gjërave të nevojshme për përmbushjen e dëshirave tua dhe ato punojnë për ty pa vetëdijshëm. Për këtë mund ta kontrollosh në fakt duke e nisur një përshtypje negative në substancën e paformë. Dyshimi apo mos besimi është po aq i sigurt në nisjen e një lëvizjeje të largimit nga ti, ashtu si besimi dhe qëllimi që e nisi një lëvizje drejt teje. Nuk është se duke e kuptuar këtë shumica njerëzve që provojnë ta përdorin shkencën mendore në pasurim dështojnë.
Çdo orë dhe çdo moment që e kalon në kushtimin e vëmendjes ndaj dyshimeve dhe frikrave, çdo orë që e kalon në shqetësim, çdo orë në të cilën shpirti yt posedohet nga mosbesimi, e bën një rrymë larguese nga ti në tërë domenin e substancës inteligjente. Të gjitha premtimet janë për ata që besojnë dhe vetëm për ata. Vëreje se sa këmbëngulës ishte Jezusi i saj ndaj kësaj pike të besimit. Dhe tani e di arsyen përse. Me që besimi është me rëndësi esenciale, i bie që nevojitet i ruash mendimet e tua, dhe ndërsa besimet e tua do të formsohen në masë shumë të madhe sipas gjërave që i vëzhgon dhe për të cilat mendon, është e rëndësishme që do të duhet ta komandoje vëmendjen tënde. Dhe këtu vjen në shprehje të përdorjes vullneti, sepse është vullneti yt përmes të cilit e cakton se në cilat gjëra do të fiksohet vëmendja jote. Nëse dëshiron të pasurohesh, nuk lejohet të bësh studim të varfërisë. Gjërat nuk sillen në qenie duke menduar për të kundërtën e tyre. Shëndeti nuk arrihet kurrë duke e studiuar sëmundjen dhe duke menduar për sëmundjen. Ndershmëria nuk lulëzohet duke e studiuar mëkatin dhe duke menduar për mëkatin. Dhe askush nuk është pasuruar kurrë duke e studiuar varfërinë apo duke menduar për varfërinë. Mjekësia si shkencë e sëmundjes e ka rritur sëmundjen, religioni si shkencë e mëkatit e ka lulëzuar mëkatin dhe ekonomia si studimi i varfërisë do ta mbush botën me mjerim dhe nevojë. Mos fol për varfëri, mos e hulumto atë, apo të interesohesh për të, kur mos u merr me atë se cilat janë shkaqet e saj, nuk ke të bësh fare me to. Ajo çka të intereson ty është shërimi. Mos e kalo kohën tënde në punë bamirëse apo lëvizje bamirëse, tërë lëmosha bamirëse ka prirje vetëm ta përjetoj mjerimin, të cilin synon ta çrrënjos. Nuk po them se do të duhet të jesh mizor apo i ashpër dhe të refuzosh ta dëgjosh vajin e nevojës, por nuk lejohet të provosh ta çrrënjosësh varfërinë në asnjë nga mënyrat tradicionale. Vëre varfërinë prapa teje dhe vëri të gjitha ato që kanë lidhje me të prapa teje dhe bëj mirë. Pasurohu, kjo është mënyra më e mirë që t'ju ndihmosh të varfërve. Dhe nuk mund ta mbash imazhin mendor që do të pasuroj nëse e mbush mendjen tënde me piktura të varfërisë. Mos lexo libra apo punime që t'japin përshkrime ambientore të mjerimit të banuesve të barakave apo të tmerrjeve të punës së fëmijëve kështu me radhë. Mos lexo asgjë që ta mbush kokën me imazhet e errta të nevojës dhe vuajtjes. Nuk mund t'ju ndihmosh të varfërve as edhe pak duke ditur për këto gjëra, dhe njohuria e shpërndar qërsisht për ta fare nuk ka prirje ta heq qafe varfërinë. Ajo që ka prirje ta heq qafe varfërinë nuk është futja e pikturave të varfërisë në mendjen tënde, por futja e pikturave të pasurisë në mendjet e të varfërve. Ti nuk po i dezerton të varfrit në mjerimin e vet kur refuzon ta lejosh mendjen tënde të mbushet me piktura të atij mjerimi. Varfëria mund të hiqet qafe jo duke e rritur numrin e njerëzve të kamur që mendojnë për varfërinë, por duke e rritur numrin e njerëzve të varfër që me besim synojnë të pasurohen. Të varfërit nuk ka nevojë për bamirësi, ata ka nevojë për frymëzim. Bamirësia vetëm sa u dërgon një copë bukë për t'i mbajtur gjallë në mjerimin e tyre, apo u jep një argëtim për t'i bërë të harrojnë për një orë apo dy. Por frymëzimi do të shkaktojë që ata të ngriten nga mjerimi i vet. Nëse dëshiron t'ju ndihmosh të varfërve, demonstroju atyre se mund të pasurohen, vërtetoje këtë duke u pasuruar vet. Mënyra e vetme përmes së cilës varfëria do të dëbohet nga kjo botë është duke u amundësuar që numri të madh të njerëzve dhe që rritet vazhdimisht të njerëzve që t'i praktikojnë mësimet e këtyre libri. Njerëzit duhet të mësohen të pasurohen me krijim, jo me garë. Secili njeri që pasurohet me garë e gjuan poshtë prapa atij shkallën me të cilën ngritet dhe i mban të tjerët poshtë, por secili njeri që pasurohet me krijim e çel një rrugë për mira që ta ndjekin dhe i frymëzon ata
të veprojnë kështu. Ti nuk po tregon mizori apo prirje të pandjeshmërisë kur po refuzon të vi keq për varfërinë. Ta shohësh varfërinë, të lexosh për varfërinë, të mendosh apo të flasësh për të, apo ti dëgjosh ata që flasin për të. Përdore forcën tënde të vullnetit që ta mbash mendjen tënde të shkyçur nga tema e varfërisë dhe ta mbash të fiksuar me besim dhe qëllim të kyçur në vizionin e asaj që ti e dëshiron.